Si gjithmonë kemi të ftuara gra shumë të zonja në punën e tyre që bëjnë. Në një zonë të tillë kemi të ftuar edhe sot zonja Rabie Slivova, drejtoresh e shoqatës Vita Jeta. Mirëserdhje, shumë kënaqësi. Faleminderit. Mirë se ju gjej. Si po ecin këto ditë për juve, angazhimet, punë? Mirë, unë jam përfaqësuese e shoqatës Vita Jeta. Prej vitit 2000. Prej vitit 2000. Deri me tash. Mirë kalojmë. I kemi 300 gratë të antarësume aty. Kemi pas edhe ma shumë, po jënë bo shoqat të tjera, pej neve kanë dalë edhe ato tjera. Mirë kalojmë, i kemi aktivitetet e tona. Gratë më shume, punojmë punim dore. Mirën me artizanate, shtus. Si cila ato dvetat i bënë. Mirë kalojmë, shetisim. Pra ata është 25 vite. Shetitim në për Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, shkojmë. Qështu ka 2 autobusa, 1 autobus, qysh bohan. Edhe, kështu që mirë kalojmë, ato me nëzispresin marë që të 2 dit i kemë, të martëve dhe të ejte. Dhe të martë të ejte, jenë ato ditët ku takojnë, se bashkë, diskutani... Po, që ato 2 dit takojmë në shoqatë, kemi shoqatën. Bashkësi lokale ne ka dhonë komuna, ne ka mundësu qatë lokal. Mirë, kemi, pak ngusht e kemi, se gra kemi shumë, po... Se ashtu. Kështu që... Ishte viti 2000 kur e themelua. Cile ishte ndoshta shëllimi kryesor në atë ko që një shkoj mendja të themelon një shoqati? Elvira ka vdek, a ishe nuk ju kanë. Drejtorish, atëherë, ajo e ka themelu, a i shema. Spari, ato shoqatën ajo. E ka themelu ajo, për herë të parë. Vesa e para shoqatëve që pensionera bu kanë, ani kjo. Shoqata jo. E tash ajo ka vdek, unë e tash po mbunohën edhe unë. Edhe mimozën e kem drejtorish, unë jam asistentje mimozën. Po ajo nuk më ka mujtë me ardhë dhe më ka propozu mu me ardhë. Edhe qështu. Po për juve personalisht para se të bëheshit pjesë e shoqatës, qka ju shtë ju tjeni pjesë e kësaj shoqate? Dhe unë drejtë me thanë, unë s'kom punu kërkën. Se i kom pas plesht, i kom pas obligim edhe fëmin një hera nej, tash ko gjë më shumë me jëmë shku aty, se tash jam 73 vjeqare. Po, më shtyni se qashtu, u të bëjshëm që aty, edhe mirë ka lejshëm kështu që... Tash, veç në më nalët, ne isë mujë se nuk nalë në mo. Tash e sa vite jeni pjesë e kësaj shoqate? Tash e sa vite jeni pjesë? Aty? Po. Që pej 2 mitës. Dhe thotë edhe ju një prej... Pej 2 mitës, me njerë bara, si e ka... Prej hapave të parë? Po, me njerë, pej i rënë parë. Cilat ishën ato hapat e parë që i keni ndërmarë në atë kohë? Viti 2000, Kosova krejtësisht në një fazë tjetër? Po, kemi pas pak gra atëherë. Me 20 gra, ja kemi njësë. Tënë ato arfshin, besa aty i kemë do aktivitete, pina qaj, kafe, dyqa, që si sane. Po, ato vetë kontribojmë, nuk kemë kështu pikërkujna, donationa, diqka. Komuna ka pak në animal, lokal në i ka dhonë, se që tërka ju. Pra me forcën tuaj, që të bashkojnë i tjeni bashkë. Kontribojmë vetë. Ku shkojmë shetitje vetë, se cëla pagumë për veti, mirë. Ndeti i qojmë ndeti, verës, që shtu si janë isëm pej qërshorit dhe shtatorë. Gjdo dhe ditë. Po, të regua që filluat vetëm 20 gra në atë ko. Ishte vështirë pasaj të rritet numri, për shkak që tha që ka rritur dhe në 300 numri, pasaj disa dhe janë shpërndarë në shoqata tjera. Cilat kanë qenë edhe në atë ko aktivitetet tjera? Numri aty i grave, që i rritet, ditë për ditë po shtohen, ma shumë. Po vinë edhe 3 atash. Kemi gra që i vinë edhe 37 vjeqare, 40, që na jemi periuda e 3. Po tash ja ka njës, po vinë edhe 3. Përveç aktiviteteve që i përmendët dhe ekskurzionet, shëtitjet e ndryshme që i bëni, që ka mundohet tjetër shoqata të bëj për ato gra? Kemi dhe doktoreshat e tona vinë atë, na vizitojnë.
E falimderoj doktorishën Valbona Bajraktari. E vjen aty bën e ma tensionin, e ma sheqerin e grave. Doktorishën Pranver, e falimderoj edhe ato shumë, edhe ajo vjen bën aktivitete aty të grave. Për ishna, për qësi sene, që ka nevoj. Ju jep ligjerata, shumë mirë kaloj. Po në përgjithësi tashmë si shoqat, si shoqe që jeni, sa jeni të hapura të diskutoni ndoshta për gjithçka me njëra tjetrën, me problemet që keni, me ndoshta ndonjë hall, qoftë shëndetësor, qoftë diçka tjetër, jeni kështu një grup që jeni shumë të hapura me njëra tjetrën? Po, po janë shumë gra që kanë qef mu bashku me nejtë veç, që të diti presin më ardha aty, shumë kanë qef mu bashku, po dhe shëtitje po lypin shpesh me që. Po mundet e mja dalë me i organizu shpesh? Po, piqojmë, qështu në një kemi pasur në Shkup, në matë ka atje, dhe shetetën pak në për qytet, po shumë mirë, u gëzunë, se kanë qef me dalë, se janë me, s'po kanë ku shkojnë, 2 vjetrat me ndispresin me ardhë. E pikërisht që po mendoni që po bëhet, apo bëhet mjaftueshëm për personat më në moshë, themi sot? Kanë ndoshta vende adekuate ku me shku, si ku shoqata juaj që takohen, bëjnë aktivitete, takojnë shoqe tjera, të shkojnë ndonjë shëtitje, ndonjë qytet tjetër? Po këto janë të më shumë, nuk mujnë tjera, sene, me qato që amirëm, qato tjera aktivitete s'mujnë me bo, se janë të më shumë. Ato 3 veç vinë, kështu ma shumë shëtitje vinë. Po të regojnë ndoshta, kërkojnë ndonjë këshill edhe vajzat e reja që marrin pjesë në shoqat? Çka i këshilloni zakonisht vajzat e reja? Marrin edhe kanë qef marrë. Po vinë edhe shumë, ato vile po thojnë që shumë e pas ki gjetë vetën shumë mirë, a bëhet për neve në herë kështu? Po kitë derë keni me gjetë, po nasi ju zbohemi ma. Po tash 25 vite keni pas rastin me taku gra nga më të ndryshmet, apo jo nga vendet ndryshme të Kosovës? Po takohemi me gra, me shoqata tjera. Kemi edhe bashkëpunim kështu, shkojmë, vinë, kur dalim dikon e lojmë bashkë me dalë. Ka njerë dalim edhe për kafe, qështu të bohemi. Si 2 vjetrat ma, si gratë. Po në përgjithësi gratë në pension, sa po miren sot me punë artizanale të ndryshme? Po marojnë me krabza, edhe vesh kështu komtare bojnë, edhe me roza, me gjilpon. Se cila i ka ato zanatet e veta. Me krejt zanatet punojnë tanat. Punojnë mirë. Po mi ekspozus po kemi ku. Panajire nuk po ka tash. S'kemi pas që 1 vjet. Edhe kitë treg mobil nuk kemi në atë kioskën s'na i kanë dhanë. Kemi konkuru, kemi lypë. Tek qyrëm tash që apo buhet. Pra përveç që shëtiteni të reguat që pini kafe, qaj, që ka do të qoftë ndajni hallet së bashku, edhe të njëjtën kohë shpesher ka shumë gra që punojnë punë të ndryshme artizanale, si veshje kombëtare dhe gjëra tjera, apo jo? Po, punojnë, edhe që aty punojnë, po punojnë edhe në përshpia. Na i kemi ekspozu aty në shoqat, po aty s'po vjen kërkush. Nërveti që shtu i shesin senat. Thot, jeni mundu që me pas një vend ku këto punimet e juaja me i shita, apo jo? Mirë është, po s'ka. Nuk kena. Ku? Veç panajiret. Për neve veç panajiret janë. Keni taku ndonjë grua që ndoshta pak a shumë ka hezitu me qenë pjesë e shoqatës dhe pastaj krejtësisht ka ndryshu mendjen dhe tani më mezi pret me qenë pjesë e takimeve tuaja? Po, ka, ashtë shumë. Shumë, ka qefë. Po keni pas edhe sfida ndonjëherë në këtë rrugtim? Po, kemi pas. Cilat kanë qenë ato sfidat e juaja kryesore? Po, janë të më shumë, ka njëherë edhe bëhen pa qevë, do të më interesu, krejtone për to, do të më përgjegjë. Keni një përgjegjësi të dy feshta? Përgjegjësin. Bile djali një ditë më tha, na do shme pas një dokument, tha që është përgjësit gjithë të grata me. Thash jo, thash, ndorë zotit, që me bo. Cilat mosha janë ndoshta më shumë të pjesëmarrë se në shoqat? Ka dhe të më shumë e ka gjë, ka dhe 96 vjetë një vjen për hajvalis. Për shdo
që i kemi këto ditë. Të martëve të tejtë, për atje vjenë. 96 vjeqare? Me autobus vjenë, 96 vjeqare. Është shoqëruar nga ndonjëkush apo vjen vetë zakonisht? Vetë vjen, me autobus. Se ka qef me ardhë, se thotë që tu përgjoj vetën. Ka qef. Për shkak që e përmendet... Edhe që aty bojnë lafner, veti edhe një kanë do parë. Si të latë vetë atje, të regon janë atje. E që ashtu për kalojnë. Dhe thotë për 25 vite jeni pjesë e shoqatës. Sa ka qenë vështirë ndoshta me balancu edhe kohën mes familjes dhe grave në anën tjetër, për shkak që e përmendet edhe djalin që shpeshherë ju këshillon në ndonjë pikë, sa ka qenë vështirë me bë këtë balans për këto 25 vite? 25 vite e kom punu këtë fund me vullnet. Edhe kur nuk jom lodhë. Me gjithë se jam kam pa qef, i kom nu tristinda dhe kom menu që i mba nuk shkaj. A ma krejt gratë të më lypë, se mos me arë të jena, zdi, qysh ju doket, që ashtu ju doket që më kanë për krahje, s'pe di qysh me thonë. Edhe kur nuk kom pas fjallë me gra, as ato me mu, se i marrë me të mirë se më vjen gjyna. Edhe i respektoj shumë. Edhe ato më respektojnë, faleminderit për tyne, janë gratë mira, janë pa fjallë, se na nuk përshkojmë aty, aty përshkojmë mo relaksu, nuk përshkojmë për mo... E që si sa në bojmë. Çfarë ndjenjë është për juve me qenë kaq themi e kërkuar nga shoqata, nga gratë që ndodhen aty, po besoj që është një ndjenjë shumë e mirë, apo jo? Mirë, shumë. Nuk po di që më të thonë. Për këto 25 vite tregua që keni taku gratë të ndryshme, ndoshta shumë prej tyre dhe sot nuk jetojnë, apo jo? Për 25 vite neve na vinë këta lider të mdhej, kur i kanë këto votat e veta, vinë na vizitojnë, se ma herët jo. Vetëm në kohë të caktuar? Po, kohë të caktume, kur i kanë ata për veti. Parashtroni kërkesat ndaj tyre, ndaj institucioneve? Kena lypë kërkesa, po pak. Inshallah, realizohen. Në përgjithësi në Kosovë, sa mendoni që po bëhet për pensionerët, pasi jemi tash edhe në këtë pikë? Zdi, vëlla, inshallah, nuk e di. Inshallah, bëhet mirë diçka. Kur jemi të këto kërkesa që vetë se i keni parashtru, të themi edhe publikisht, pse jo, se të kanë qenë ndoshta ndër vite ato kërkesat e juaja kryesore që i keni parashtru gjithmonë, po nuk janë realizu. I kemi parashtru, po tash po presëm që to, s'pedi, ka njerë janë pak, diçka. Ka diçka më primare që ndoshta duhet një realizim më të shpejt? Po, duhet, vëlla, po. Cilat janë ato? Ne kemi lypë një kios më nej qitë që aty, edhe me ardhë pak më nej nërej që atë lokalin e kemi pak në ngosht. Ato e kemi lypë, tash të këqyra. Mendoni që kjo puna që e bëjnë shumë gra në shoqat, punët artizanale, punimi i veshjeve tradicionale, duhet të ruhet dhe të çmohet ndër vite, të marrë parasysh që është një gjë shumë e rëndësishme. Inshallah, ruhen këto shoqata, këto të rejat, nuk e di që kanë me bove, kanë mu jetru edhe këto, tash, edhe këto duhet me vazhdu shoqatat gjithherë. Po edhe do të me pas për krahje, dikon. Për krahje s'kem, kërka. Me kontributet tona vetë, me penzione. Këtë penzione me janë. I ka dhe të reja, po ato... Çka thonë zakonisht vajzat e reja që marrin pjesë në shoqat? Janë të hapura me kontribu, me ndihmu në një formë apo tjetër, e mendojnë që ndoshta do të vazhdojnë të jenë pjesë e shoqatës edhe kur vinë në moshën tuaj? Po edhe ato... Do të reja vinë aty të na thojnë, a ka punë, i ka na muna me hinë punë, i ka. Jo, na nuk muna mi punësu. Na s'kem, nuk kem asi force. E tani, mdhiman vëlla të rejat, mdhiman. Do të ka edhe vajzat reja që ende nuk kanë mujt me gjetë vetën një forma apo tjetër me punë? Jo, 37 vjeqarë. Këto vinë ma shumë kur shkojmë shëtitje. Adhim, po pëgjojmë vetën aty këtejnë, lujnë, bojnë atmosferë, tani pjo dohet mirë. Pjo dohet mirë. Po të t'ju të vjeta edhe sa të disponume, po qa me bu? Si po e mbani këtë disponimin e mirë? Si po e mbani këtë disponimin e mirë gjatë shëtitjeve? Po dohet me muzikë, me qashto, me defa, me këtejnë gratë, kënojnë, lujnë. Edhe që janë vjetra. Disponojnë vetën. Dhe të thotë martë e të janë të ditët ku takoheni me gratë. Atmosferë të mirë bojnë.
Po. Këndoni, valzani? Po, këndojnë, valzojnë, tana i bojnë, valla. Po, sa gjatë ditës së marrë dhe të enjtë të takimi juaj? Është zakonisht një orësh, 2 orësh, apo qëndroni gjatë gjithë ditës atë, si shkon një ditë e juaja bashkë? Gjatë ditëve të takimit, kur takoheni të martën apo të enjtën, si është një ditë e juaja? Po, na takohen për orës 10, deri në ora 1. Që tash janë të na prit të dera. Direkt me shku me u taku, a? Po, edhe kitë shoqën e mora veç pa ta qef, kështu shoqnime, se më nimon edhe kjo aty. Kjo është Pashije i Sufi, është shumë gru e mirë, shumë më ndihmon, i ndihmon shoqatës për gjithë shka. Edhe është gru e mirë, gru e zoj, edhe i shonë fjalla, i merë gratë me të mirë, besa me telefon kjo është e zgjutë shumë. I thirëm që shtu kur shkojmë në aktivitetet, do të mi thirëm, mi lajmru, mi qitë në gropë, me që si sena me bu. Kjo krejt i krynë, Pashia. Keni ndo një plan tash së shpejti, do shkojnë ndo një shëtitja apo diçka? Po, kemi me shku në Vlorë tash për në estetitin. Për një shëtitje të bëni? Po, qashtu po kemi qef tash, sa mujna me... Zakonisht nga sa gra organizoheni për një shëtitje t'il? Shkojmë me 2 autobusa, shkojmë qëti. Do të një numër i mjaftuar? Edhe tash një vit jemi kanë, kemi festu atje. Edhe kemi bujt atje 2 netë, 30 qashtu. Mirë. Nderume, ishte shumë knaqësi t'ju kishim sot në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për kohën, një uroj shëndet juve dhe gjithë grave të shoqatës. Për ftesën që ma keni bo, inshallah ju prinë e mara. Knaqësi, faleminderit shumë.